Nanën e kam gjallë thot dhe duhet çdo herë ta përqafoj e ta ledatoj ku shkoj në punë e thras në telefon disa herë, ku po shkonte vllaznia një natë shkoj e marr thot se nuk po muj me nejt pa të. A kam gjuna që nuk e lej tek vllezërit të flenjat natë? Ja më vëlla s'ke gjuna. Allah shpërblet. Ku ka më mirë se sa njeriu doj prindin e vet, doj nonën, doj babën. Tani nëse vëllezërit duan që ta majnë natën nanën, le ta majnë. Pra nëse nona jeton me ty, edhe shkon tek prindrit, shkon tek vllai ose tek motra, leje ta shijojnë edhe ato nonën, siç e shijon ti. Kështu që nuk duhet të jetë njeriu kaq kështu, sepse edhe ata kanë hakun e vet, tek nona, tek baba, siç ke ti hakun tënd. Po në përgjithësi si pyetja është e bukur. Në këtë kohë kur njerëzit prindrit e tyre i çojnë për azile pleq, e bëjnë hile si t'i lejnë për azile pleq. Tregoi te Hoxha Halili, na ka ndodhur thoshte me prind që fëmijët e tyre falsifikojnë letrat që t'i lejnë prind në azil. Sa aty te Halili e ka kushtaj, kush ka djem nuk i pranon prindrit në azil, ati që ka djem. Kush ka vajza, ja merr. Kush ka djem nuk ja merr prindrit në azil. Dhe djem falsifikojnë letrat, si kur s'ka prindi djem, që t'i mori Halili në azil. Kurse ky thot strit do të panonën. Kjo është një pyetje që të kënaq shpirtin, elhamdulillah. Në këtë kohë kur njerëzit janë dhënë mas qenve, e mas maceve, e mas kafshëve, e mas çdo gjëje, nësa prindi i bëhet barr, nona i bëhet barr, baba i bëhet barr, harron ky se i ditë do të vi në pozicionin e këtij prindi. Harron ky se xheneti është ke kamët e prindërve. Harron ky se kënaqësia e Allahut është kur kënaq prindin. Hidhërimi i Allahut është kur hidhron prindin. Tregojnë për një person e kishte babën në moshën 90 vjeçare. E mori thot një natë në restorant luksoz. Edhe e ul babën aty, gjithë to bosat, gjithë to shtresa që të peshojnë lek, shifshin. Ky ishte edhe ky mirë nga gjendja ekonomike, po në krahasim me këta tjerët ishte se ky ishte besimtar, kurse ata ishin xhahila. Thot ulen me babën, baba i vjetër i drishin duart, u bo baba je për i bret, po edhe tavolinën e boni për i bret, e gjonë për i bret, erën si që ky tha se prishi Terezin, e nuk e prishi ftyrën një herë, vetëm se jipte muhabet babës, e baba rritës arrite e derte i gjonë, e ky çonte pa, e në fund fare, thot, e mori dhe e çoi babën tek larsja e durve, i lau durët babës, e pastroi, e rregulloi, e çoi babin ke makina, edhe erdhi për të bërë pagesën. Kur erdhi për të bërë pagesën, i thot ai pronari i lokalit, thot na ke dhënë mësim sonte, thot, që s'da harrojmë. Thot as fola, s'kam fola. Me atë që ke bërë ti tha me babën ta sonte, të gjithë këta njerëz, njerëzit tani këto superiorët, shifshin çarnot, çapon. Ta i ke dhënë mësim të gjithë këtyre njerëzve se ç'është prindi dhe si duhet vlerësuar prindi. Prindi arrin në një moshë që s'ka nevojë vetëm se për i fjalë të mirë. Po edhe fjalën e mirë i ke dhënë gjithçka. Po i nejti i buzëqesh i ke dhënë gjithçka. Po nuk i tregove sikletet dhe hallet e tua i ke dhënë gjithçka. Po i tregove sukseset e tua në jetë i ke dhënë gjithçka. Po këta njerëz nuk e dinë që xheneti i Zotit është kaq afër njeriu. U poshtroft dhe u shkatroft ai njeri që se fiton xhenetin, po i pat prindrit gjallë ose njërin prej tyre. Pra, o i ka shanset njeriu me fitu xhenet, kur i ka prindrit gjallë ose ka shans tjetër. Për lehtësim, se njeriu mund ta fitojë xhenetin me namaz, mund ta fitojë me agjërim, mund ta fitojë me zakat, mund ta fitojë lloj-lloj forme. Po siç mund ta fitojë njeriu xhenetin, duke pas prindrit gjallë, ose njërin prej prindrëve gjallë, po si për shembull, tu i ke kënaq, duke mos i mërzit.
duke I respektu, duke I dhënë vetëm lajme të mira, duke mos me trishtu. Pra xheneti është I lehtë për ata që kanë mend. Për njerëzit e zgjuar xheneti është I lehtë. Ai që nuk është I zgjut, vun, harxhon dhe sfiton as xhenetin, se të vujte njeriu të harxhonte, të fitojë xhenetin gjysma të keqes. Po njerëzit sot vujnë, harxojnë dhe fitojnë xhenemin. Ndërkohë që kur e ke prindin gjallë, e ke xhenetin hapt. Mjafton ta respektosh, mjafton ta kënaqësh, mjafton mos ta mërzitësh. Unë nuk po them që njeriu në emër të respektit ndaj prindërve të kundërshtojë Zotin, apo të bëjë harame, këtë s'thot kush. Por ka disa hapësira shumë të mëdha, ka shumë hapësira të mëdha që ne as Zotin nuk e mërzisim, po edhe prindërit mund t'i kënaqim. Kështu që pyetja është e bukur, e lezetshme thash për kohën që jetojmë, një fëmijë që nuk jeton dot pa prindin, elhamdulillah, por ky fëmia nuk duhet të harrojë që edhe prindërit, edhe fëmijët e tjerë kanë hakun tek prindi. Ka ndodhur në Arabinë Saudite ngjarje më poshtme, se historitë nxjerrin historitë. Thot një njeri po qante sa kishte dalë nga gjykata, sa kishte dalë nga gjyqi. Po qante me dënesë. Edhe I shkon dikush I hoxh, kalon aty drejtë dhe shef e njëftë të filan. Thot I foli disa herë derisa ai e mori veten, pra erdhin vete, pra domethënë kishte dal nga logjika, aq shumë po qante. I thot çfarë ke I thot, çfarë ka ndodhur fjalë, ka ndodhur fatkeqësi në problem. Thot ky thot ka ndodhur fatkeqësi thot shumë e madhe, thot çfarë ka ndodhur? Thot gjykatësi ja ka dhënë babën thot vllajt. Ndërkohë që thot unë dosha me mor, bile unë besoj se e meritojsha unë. Pra kishe humb. Kishe humb mendjen nga mërzia se s'po merrte dot babën. Nërsa sot fërkon duart e I thot I takon të voglit, e ka I vogli, duhet ta ma I vogli. Botë e çuditshme.